Përshëndetje të gjithëve, ja kur i takuam përsëri së bashku këtu në emisionin tim me Olsen Show. Sot do të flasim për komunitetin rom. Romët në Shqipëri janë një minoritet. Ata janë një grup etnik që jeton kryesisht në Europë dhe ka përardhje nga në kontinenti indian. Gjuha që ata përdorin është gjuha rome, e cila është indo-evropiane dhe ka ngjashmëri me gjuhët e sotme të folura në veri të Indisë dhe në lindje të Pakistanit. Komuniteti rom ka hyrë në Shqipëri që prej shekullit të 10 dhe numri i tyre akoma nuk dihet. Dhe siç e shikoni edhe ju, këtu me mua është ulur dhe i ftuar një special për sot. Ai është një përfaqësues i këtij komuniteti, zëri i komunitetit rom me njësinë administrative Levan, ka kryer studimet në shkollën e mesme në qytetin e Fierit për zooteknik. Dhe ky është zoti Aredin Selamaj. Zoti Aredin, unë ju falenderoj që pranuat ftesën të bëhet pjesë e emisionit. Faleminderit dhe juve që më ftuat në këtë emision. Kënaqësia është e gjitha ime. Atëherë, çfarë shqetëson komunitetin rom? Problematikat, kushtet e jetesës dhe të tjerë. Komunitetin rom e shqetëson jetesa është e vështirë. E shqetëson njëkohësisht dhe papunësia që ekziston në komunitetin rom. Një kuptoj, po përse i përket kalimit të viteve, ka kaluar shumë vite dhe ka ndryshuar diçka? Ka ndryshuar disi jetesa. Disi, po jo plotësisht. Kushtet e jetesës, po jo plotësisht kushtet e jetesës, sepse në komunitetin rom ka akoma njerëz dhe familjar që jetojnë akoma në kasolle. Dhe këto janë kushtet e vështira dhe ekstreme, mund të them, në komunitet. Ju kuptoj. Për ju vetë, si komunitet, sa e keni ndjerë në mbështetjen e organizatave botërore dhe të instancave shtetërore përkatëse për përmirësimin e kushteve të jetesës së zgjidhje problematikave? Po, në përmjet instancave shtetërore ne kemi patur një projekt të cilin e ka zbatuar bashkia në restaurimin e 15 objekteve të komunitetit, të cilat u bën restaurimet komplet. Po, ky lloj restaurimi duhet të vazhdonte rregullisht, do të thonë nga viti në vit, duke bërë akoma më tepër restaurime, se ka nevojë shumë. Në komunitetin tonë, në një të ardhme do jetë shumë problem rrugët, kanalizimet, sidomos se janë dy lagje rome, vendalish dhe lagje rome tjetra. Lagja rome tjetra, për shembull, ka shumë probleme në kanalizime, në rrugë, lejnë makinat në rrugë kryesore në një kohë që nuk e çojnë dot të shtëpitë e veta. Dhe prandaj që në komunitetin rom ka shumë probleme si të jetesës që jetojnë akoma në kasolle, si dhe të rrugët. Domthonjë që ai ka shtëpinë rreth kodës dhe nuk çohet dot makina atje, po e lën në rrugë në një kohë që bllokohet dhe kalimi, qarkullimi i mjeteve. Domthonjë problematikat janë nga më të shumta. Nga më të shumta. Nga më të shumta dhe në këtë emision unë do doja të ishim 3-4 përfaqësues realisht që të rrifeshin të gjitha problemet dhe shqetësimet që ka në komunitetin rom. Gjithsesi nuk ka problem sepse ju jeni tashmë një personazh i njohur për sa i përket pjesës së televizionit dhe ngritjeve problematikave të këtij komuniteti. Kështu që edhe juve do t'jeni zëri i atij komuniteti. Sigurisht që zëri i atij komunitetit jam, po duke qenë këtë emision që të falenderoj plotësisht për të sjellë këto problematikat e komunitetit rom, do doja akoma më tepër njerëz se unë mund të harroj ose mund të them aq sa di. Në një kohë që një staf 3-4 vetash mund të qanim hallet dhe problemet e më tepër. Por pse jo mos jeni pjesë edhe herë tjetër e emisionit? Po, mund të bëjmë. Në 3-4 veta, për shembull, për të qallë hallet dhe probleme dhe shqetësimet që ka komuniteti. Jetesa e vështirë që bëjnë. Papunësia. Lloj problemesh që ka. Arsimimi e ku ta di unë. Patjetër. Se dhe arsimimi është një diçka që kur je arsimuar nuk mund të veprosh si me edukat. Ke edukatën. Arsimimi është edukat për njeriu. Dhe aty ka probleme nga më të shumta në lagje.
Atëherë ju përmendët tani pjesën e arsimimit dhe këtu do doja të qëndroja pak për sa i përket pjesës së frekuentimit të ambienteve të shkollës nga fëmijët e këtij komuniteti, sepse me sa unë di, nuk është se frekuentohet shumë. Po. Kjo është e vërtetë. Arsimimi është një problematik e theksuar në këtë komunitet. Arsyet janë se një pjesë e mirë e njerëzve, jo pjesë e mirë, po një pakicë e njerëzve i çojnë rregullisht kalamajt në përshkolla. Ndërsa pjesa tjetër, më e madhja, nuk i çojnë, nuk e frekuentojnë shkollën, dihet nuk i frekuentojnë. Arsyet janë neglizhenca, kushtet e vështira që kanë për ta veshur, për ta rregulluar fëmijën e vet që ta çojnë në shkollë. Dhe këto janë disa pasoja që nesër pas nesër për shembull, ose dhe kur shkojnë në shkollë, ka një diskriminim midis për shembull kalamajtëve të komunitetit rom. Ekziston dhe kjo lloj mundësie. Ekziston, është më së vërtetë. Është më së vërtetë dhe këtu do doja të qëndroja pak. Tani do doja të ndaj edhe një pjesë nga jeta ime për sa i përket diskriminimit të këtyre fëmijëve. Mbaj mend në fillore që në klasën tonë ka ardhur një nxënës i këtij komuniteti, i komunitetit rom, dhe normalisht që filluan paragjykimet e para. Dhe të them të drejtën, asnjëherë nuk e kishte atë logjikën që pse ne po e diskriminojmë ata, por vazhduan. Normalisht kur vata në shtëpi, i bisedova edhe me prindit pjesën e diskriminimit të këtij djali, dhe ata më folën krejtësisht ndryshe. Që duhet ta mbaja sa më afër, ai ishte pjesë e jona, ishte shoku jon, ishte miku jon. Në qatë ditë, unë e ruaj edhe sot, llogaritë kanë kaluar diku te 18 vjet dhe sot e ruaj miqësinë akoma me atë djalë të komunitetit rom. Pra sa mendoni ju se ndikon familja në edukimin e brezave të ri për të shkuar sa më mirë me bashkëmoshatarët e tyre? Shiko, në radhë të parë të flas për diskriminimin që ekziston. Patjetër. Familja është kryesore që vendos në këtë problem, se vendalin që janë në Levan, për shembull, që kanë qenë prej vitesh, ata e respektojnë komunitetin rom. Të ardhurit nuk e respektojnë siç duhet. Ky është një problem, domethënë që e nënlehtësojnë racën rom. Aty fillon pastaj ndaj që nga familja që e transporton tek fëmija e vet. Ka, do të thënë, diskriminim dhe në shkollë të komunitetit rom, nga bashkëmoshatarët e vet. Por edhe pjesa e papunësisë është një pjesë e problematikave të përditshme të komunitetit rom. Mund na flisni pak për këtë, ju lutem? Po. Papunësia është një problem tjetër që në komunitetin rom është e theksuar, sepse këta janë dhe nuk se kanë shkollat përkatëse ose shkollat profesionale që kanë bërë disa, dhe ata që kanë bërë shkollat profesionale janë larguar jashtë shtetit dhe punojnë jashtë shtetit në zanatin e shkollave profesionale që kanë bërë, punojnë jashtë shtetit. Ndërsa një pjesë e tyre, për shembull, e nënlehtësojnë profesionin e vet. Pra nuk ja dim dërë. Nuk duan ta përveçsojnë dhe në jetën reale. Jetën e përditshme. Jetën e përditshme. Nuk ka njerëz të këtij kalibri. Ndërsa papunësia në përgjithësi në komunitetin rom është problem, sepse shumica e tyre e komunitetit rom punojnë me mbetjet e riciklueshme. Kur dalin, për shembull, po të shikosh në Kosh të Plerave do gjesh vetëm rom. Po të dalësh tek mbeturinat e mëdha të fshatit apo të qytetit, do të shikosh vetëm përfaqësues të komunitetit rom, që mbledhin dhe baza e punës tyre, do të thonë, është mbetjet e riciklueshme. Atëherë ne folëm pak më parë për kushtet e jetesës, këtu do të qëndrojmë përsëri tani, por në një tjetër kontekst. A janë bërë kërkesa në instanca përkatëse për të pajisur ky komunitet me banesa sociale? Po.
Në komunitetin rom ka shumë problematika dhe janë shtruar shumë kërkesa për banesa sociale. Po deri më sot nuk kemi asnjë lloj rrugëziri. Nga shteti, nga bashkia, nga individ që mund të bëjnë, mund të kontribuojnë, që mund të ndihmojnë komunitetin rom, aty janë bërë shumë kërkesa për banesa sociale. Por tani do doja të dija dhe për aksesin tuaj në pjesën e shërbimeve shëndetësore të këtij komuniteti. Po, shërbimi shëndetësor është i njëjti si për gjithë fshatin. Domethënë, atje ku vizitohet gjithë fshati Levan, atje vizitohen dhe romët e Levanit dhe nuk ka asnjë lloj problemi në atë drejtim. Nuk është se çdo gjë është rregull shëndetësie. Pa, pra, përsa i përket pjesës shëndetësisë, kjo problematikë tashmë është zgjidhur. Po, është e zgjidhur. Derisa qendra shëndetësore në Levan është për të gjithë. Nuk është vetëm është për të gjithë dhe atje bëhen vizitat rregull. E kemi të rregull shëndetësi në zonë. Por me sa ju dini, sa i frekuentojnë të rinj dhe fëmijët e këtij komuniteti kurset profesionale pa pagesë? I frekuentojnë kurset profesionale dhe i frekuentojnë rregullisht, marrin dhe diplomën sipas 6 apo 1 vjeçare që bëjnë kurset profesionale e marrin diplomat, po problemi qëndron se nuk përvetësojnë zanatin në që kursin që marrin, profesionin që marrin nuk e përvetësojnë, domethënë në jetën reale. Po. Ky është një problem tjetër. Domethënë që në jetën reale ata duhet ta përvetësojnë atë zanat, sepse shteti shpenzon lek të mëson të jep zanatin dhe njerëzit nuk e përvetësojnë. Ka aty në lagje, por shumica e tyre kanë dalë jashtë shtetit dhe ata janë punësuar në jashtë shtetit duke qenë dhe rroga më e mirë. Jashtë shtetit e kanë zanatin e vetë ata që kanë marrë kurse profesionale këtu, që kanë bërë kurse. Po. Tani, zakonisht nuk e kam përzirë në njerë pjesën e emisionit me politikën, pasi e kam emision rinor, por përderisa i përket problematika të një komuniteti, e pashtë arsyeshme që ta trajtoja një pyetje. Po. A mund na flisi pak për politikën dhe komunitetin rom, pra sa ndikon politika, pra premtimet dhe gjërat që ata japin në lidhje me këtë komunitet? Sigurisht që dhe politika është diçka, domethënë, të themi si negative dhe pozitive. Normalisht, çdo gjë që ka anë pozitive dhe negative të saj. Në përgjithësi politika, kur vinë ato fushatat e ëmbla, atëherë bëhet diçka punë më tepër te komunitetet, te gjithë njerëzit, jo vetëm te komuniteti rom, po bëhet diçka punë për të rrëmbyer ndonjë vot më tepër apo ndonjë diçka normale. Është nëse vërtet. Atëre, bashkëbisedimi jonë sapo mbaroi, por së bashku ama, sepse tani do të vinë në skem personazhi i pandrejshëm, i cili dhe ai ka një pyetje për ju. Besoj se do ta mirëprisni. Po. I pandrejshëm. Përshëndetje. Kam kënaqësi që bashkëbisedoj me ju. Gjithashtu. Atëherë, siç dihet qartë, unë jam i pandrejshëm dhe për ju kam një pyetje. Besoj se do ta mirëprisni atë. Sipas deklarimit të vetë të këtij komuniteti, sa banor ka patur në 2011-ën ky komunitet në vendin tonë në Shqipëri? Parapërsisht do mendoj një shifër që nuk jam fort i sigurt, po them mbi 8.000. Shumë e vërtet, 8.301. Kënaqësi që bashkëpunoj. Faleminderit për vizitën. Edhe njëri falenderoj që pranuat ftesën të bëtë pjesë e emisionit. Jeni mirëpritur dhe herë të tjera. Faleminderit dhe juve që na ftuat, që shtrom disa probleme, disa shqetësime të komunitetit rom në këtë emision. Por që do jeni pjesë edhe herë tjetër. Po. Se bashku me disa përfaqësues të tjerë. Po. Atëre, ky ishte edhe i ftuari im për sot, së bashku do të qëndrojmë akoma në minutat e televizionit Apollon dhe të emisionit tim me Olsin Show për të kaluar në pjesën e showt dhe të interpretimeve të fëmijëve të emisionit tim.
Ju ftoj që të qëndroni në